Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdimet për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e bequara mbi Muhammedin alayhis salam në ditën e Xuma të datës 12 dhjetor 2025 apo 22 Xumadel Ukhra 1447 Hijri. Në këtë ditë madhështore kam vendosur sot që t'ju drejtoj këshillën më të shkurtër, por shumë të madhe për nga ndikimi që ajo duhet të ketë në secilin nga ne. Për çka bëhet fjalë? Besoj fort se nuk ka besimtar që beson dhe e praktikon besimin e vet, e që përmes atij besimi nuk e ka për qëllim pastrimin e shpirtit dhe të mendjes së vet nga çdo gjë negative. Kjo jo vetëm sepse zemra e keqja përçon mesazh të keq tek të tjerët, por ajo që është më keqe është se na dëmton vetë neve. Na bën të pamundur që ta shijojmë besimin, namazin, dhikrin, agjërimin dhe secilin ibadet tjetër. E ku ka më keq se sa kjo? Çfarë na vjen neve ky besim nëse neve nuk pastrohemi me të? A nuk ka thënë Allahu te bareke ve taala qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai i cili e pastron atë, dhe wa qad khaba man dassaha, dhe ka dështuar ai i cili e ndyen apo e korrupton atë. Talha ibn Abdurrahman ibn Auf nifet si më bujari i fisit Quraysh në atë kohë. Një ditë e shoh që i thotë: "More burr, nuk kam pa njerëz më të liq se sa shokët edhe miqtë e tu." "Po pse kështu? Çfarë kanë bërë ata?" e pyeti ai. Ajo ju përgjigj: "Jo, mua asgjë, por ty. Po si more, sa herë që je në një gjendje të mirë ekonomike, sa herë që ke të holla, nuk shkulen nga ti as edhe një ditë. E kur ti pak bie nga ekonomia, ata me një herë ty të harrojnë." Ai tha: "Pasha Allahun, kjo që thua ti është e vërtetë, por është tregues i vlerave dhe i virtyteve të tyre. Ata vinë kur na kena mundësi që t'i nderojmë dhe nuk na bezdisin kur na jemi ngusht ekonomikisht, dhe kur e shohin vetë se ne nuk mund t'i nderojmë ata si duhet." Subhanallah, e kuptuat këtë apo? Nuk ka dyshim se akti i tyre ishte i shëmtuar, por ky njeri e interpretoi edhe aktin e tyre të shëmtuar si një vlerë dhe një virtyt. Diçka e tillë tregon se ky njeri kishte zemër të pastër nga urrëtia, nga inati, nga xhelozia. Ai kishte një zemër të qetë dhe në paqe me veten dhe të tjerët. Dhe një zemër e tillë e vendos njeriu në rrugën e xhenetit të amshuar. Një zemër e tillë është e ngjajshme me zemrat e banorëve të xhenetit, të cilët nuk ngarkohen me gjëra të cilat i aprishin rahatinë e tij në dynja, para shijimit të kënaqësive të përhershme në xhenet. O Allah i lartësuar, na jep fuqi që të pastrojmë zemrat tona me ibadete, që në krahëroret tonë të mbajmë zemra të qetësuara, plot me sinqeritet dhe të dashur për ty dhe vlerat që ti do, dhe si të tillë të rrezatojmë mes njerëzve në të gjitha mjediset ku ne jetojmë. Amin. Në këtë ditë të madhështore të Xumas, shfrytëzoj rastin që t'ju përshëndes nga piramidat e Gizës në qytetin e mrekullueshëm të bukur të Kairos në Egjipt. Deri në derën e Xumas së radhës. Asalamu alaikum.